Mund kujtohet edhe momenti i votimit të ligjit për gjykatën speciale, e kom thonë atëherë se ne po përcaktojmë për të keqen më të vogël. E kem thonë atëherë hapur në parlament se popullit ton, shtetit ton, po i bëhet padrejtësia më e madhe historike. Po ne atëherë e kem votu atë gjykat sepse bazament e ka pas raportin e dikmartit, që është i njohur trafikim të organesh. Ka qenë fyrja më e madhe për luftën tonë, për ne si luftëtar, për popullin tonë, për shtetin tonë, për vendin tonë, të kemi një akuzë të tillë. Sepse ajo ishte diçka e pa imagjinueshme. Dhe ne ishim të sigurt, të bindun, sepse diçka e tillë ishte absolutisht e kem urrejt me ndodhë diçka të tillë. Gjërat e tilla ne i kem përjetu nga armiku, nga shovenizmi serb. Kurrën e kurrët shqiptarët nuk e kanë pas në traditën e tyne, normat e tyne, që njeriun e lidhën të pafajshëm ta godasin, ta ekzekutojnë, në mënyrë absolute. As më tepër të ndodhen gjërat e tilla. Prandaj ne atëherë kur kemi votuar atë, kemi qenë shumë të vetëdijshëm se ne duhet të përballemi. Dhe askush nuk ka qenë më kompetent se sa ne ta themi fjalën tonë të vërtetë, të dëshmojmë se lufta jonë ka qenë çlirimtare, ka qenë e pastër, ka qenë e drejtë. Kemi luftuar për ekzistencë, me mbrojt vendin tonë, familjet tona, popullin tonë. Dhe kjo ka qenë kënaqësia më e madhe jonë. Po njëkohësisht ka qenë edhe gatishmëria për të dëshmuar se mbi pavajsinë dhe pastërtinë e luftës sonë. Dhe absolutisht ky proces është jo vetëm i padrejtë, po është edhe kriminal. Është padrejtësia më e madhe historike që drejtësia ndërkombëtare, gjithsesi prokuroria nuk du ta përzi gjykatën, trupin gjykues me prokurorinë. Prokuroria ka akuzat, unë i kam përjetu disa herë, kam dalë para gjyqeve jugoslave. Të njëjtat akuza, njëjtën gjuhë e kam përjetu atëherë edhe e ndëgjova në fjalët e prokurorit të gjykatës speciale. Prandaj kjo është një jo vetëm padrejtësi, po është krimi më i rëndë që mund të ndodhë në historinë e drejtësisë ndërkombëtare. Pra, sepse ju keni qenë, zoti Glaroci, si keni qenë shefi i grupit parlamentar të PDK-s në atë kohë kur është votuar gjykata speciale, edhe thoni që është, edhe e dim gjithë se është votuar mbi bazën e një raporti që kishte për bazë trafikimin e organeve, por kur u hetun, pastaj nuk doli asgjë për trafikim organës dhe u bën akt akuza për krejt diçka tjetër. Pra, a mendoni që u ndrru, domethënë devijoi gjatë procesit kjo gjykatë për cilën ju e kishit votuar atëherë për t'ia heqë, siç thoshit gjithë një njoll të zezë Kosovës, edhe ushtrisë çlirimtare të Kosovës, edhe për të dëshmuar që ka bën një luftë pastër OÇK edhe ju, siç po e thon edhe aleatët e Kosovës, Clark, Rubin e të tjerë. Pikërisht Bajdenu në thash që ne e kem votuar gjykatë se ka pas bazament. Po pse devijoi pra? Po pse devijoi? Raportin e dikmartit. Dhe ky proces ka deviju krejtësisht. Prandaj unë po e quaj padrejtësinë më të madhe historike. Dhe unë shumë vite më herët kur kam vrejt devimin që ka ndodhur, unë kom kërku falje publike çdo qytetari të Republikës Kosovës dhe kom një vetën të pëndum pse kam besu në atë mënyrë. Edhe kem besu që të gjithë. Edhe kom bë thirrje të gjithë deputetëve, të cilët kanë votuar atë gjykatë mbi bazën e kësaj padrejtësie që po bën, kësaj rrshqitje nga thelbi i kësaj gjykate që ne t'i tërheqim votimin tonë, sepse është padrejtësia më e madhe. Dhe këtë më së miri e kanë dëshmuar përfaqësues më të mëdhej të superfuqive të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të Evropës, të Anglisë.
kush është ma kompetent me fol për luftën, kush është njës më i mirë i luftës, e aty në rrethonave se sa komandanti i NATO-s, Wesley Clark. Absolutisht askush. Është njeriu kompetent që e thot, e ka njoft, e nje ma mirë se çdo kush të gjitha rrethonat. Kush është ma kompetent me fol që e ka njoft rrethonat ma mirë se James Rubin, apo Zavenci i Kushnerit, apo anglezët, e kështu me radhë. Prandaj, unë po i referohem vetëm një fjalë të Hashim Thaqit në tribunal, po, kur thot se unë jam i privuar, po ndihem krenar se populli im është i lirë. Prandaj, ne kem qenë të gatshëm të sakrifikohem për interesin e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Kur s'ka mund ta besoj, flas në veten e parë në këtë rast, se drejtësia ndërkombëtare do të rrëshqas dhe do të bëj këtë padrejtësi kaq të madhe. Unë hala shpresoj dhe besoj të trupi gjykues që do të tregohet i panshëm dhe do ta nxjerr vendimin e drejtë atë që duhet dhe absolutisht. Për mu, po e them edhe një, po jep vetës të drejtë, e the ke qenë bashkë, po kom qenë me gjithë ata djemë, zbashku kemi qenë, kur s'jemi nda, aty ku kem qenë gjithë zbashku, qka kanë bë ata, kem bë dhe ne. Prandaj kjo absurditeti e dëshmia më mirë e padrejtësisë që po i bëhet popullit tonë. Historinë e ka shkruar populli i Kosovës, e ka bën populli i Kosovës. Prandaj nuk mund të rishkruhet ajo. Megjithatë, kërkoj prokuroria ka 45 vjet për secilin. E pritni se kjo mund të ndodhë që të kërkohet kaq shumë vite edhe njëjtë për secilin aty nga 45 vjet që në total 180 vjet bëjnë? Këto padrejtësit po shkojnë, ka fillu proces i padrejt, po vazhdon prokuroria me padrejtësit e tyne. Ne nëse referohem vetëm fjalës së prokurorit, që e kam dëgjuar me vëmendje, u thot se u organizuam për të luftu policinë serbe. Pse paska që ndoshta të kemi fajtor, pse nuk i kemi lënë policinë serbe me ekzekutuar me shfaros popullin tonë? Kjo është absurditeti më i madh. A kem pas ne të drejtë që kem luftu për ekzistencë, apo ka pas Miloševići këtu? Janë dy palët, nuk mund të kemi të drejtë. Prandaj unë e thash jo rastësisht. Më vjen shumë keq që prokuroria prej fillimit e në barim e ka ndërtuar akuzën e vet mbi bazën e dhonave të padrejta të armikut të shqiptarëve, të shovenizmit serb, në bashkëpunim me shërbimin rus, që o konstatu edhe publikisht, edhe e kem dëgjuar nga goja e vetë dikmartit, hartuesit atij raporti famkeq, që u pa qartë se ka qenë i kurdisur, i ndërtuar mbi bazën apo dhonat e shërbimit serb dhe atij rus. Dhe së fundi vetë tendenca për ekzekutim të dikmartit dhe fajsim të shqiptarëve, absolutisht besoj se janë fakte të mjaftueshme për prokurorinë, gjykatën dhe për çdo kënd në botë që don ta shoh të vërtetën, absolutisht janë fakte të mjaftueshme. Dhe unë prapë them, shpresoj, besoj se jam thellësisht i bindur, pa asnjë fije dyshimi se ne do të triumfojmë, se e drejta është në anën tonë. Po, thoni që trupi gjykues do ta përmirësoj ose do ta ndrejsh këtë, themi, devijim këtë të prokurorisë e cila u furnizua dhe e kanë pranuar ata që ka marrë dosje nga prokuroria serbe edhe nga shërbimet serbe? Që absolutisht kjo, unë prapë e referohem, kush do, jo vetëm trupi gjykues, po kush do e ka shumë lehtë, mund të vijë në konkludimin e drejtë korrekt. Ku mund të krahasohet deklarata apo dëshmia e njeriut më kompetent në botë, Wesley Clark, me një dëshmitar atje
që deklaron se ma kanë marrë tarakun, ma kanë vjedh uqekeja. Ose më kanë detyru me pi katë qaja njërë dëndshme. A dhe unë kjo krim qenë ka kjo. Po këtu jenë të gjitha inskenime dhe këtu do tjetë turpi më i madh i gjitha tyne që kanë shpif, kanë trillu kundër popullit vetë, kundër familjet veta, kundër të ardhmes, perspektives të fëmijëve tyne. Prandaj, unë jam thellësisht për përsëris, i bindun se drejtësia do të triumfoj. Edhe e vërteta është shpërfaqur deri me tash. Zoti Grabosi e kritikut edhe në varforme e thatë, por po ta dinit në kohën kur është votu kjo gjykatë që do të devijoj edhe do të bëj kësë gjykimi ose kësa akuzash do të ngriten ndaj krerëve të UÇK-s, do ta votonit? Ju personalisht po themi kështu? Kurrën e kurrës. Kurrën e kurrës nuk do ta votoja. Me asnjë kush, me asnjë çmim. E kam votu me bindjen, besimin se do të luftohet për drejtësi. E jo për tentim të padrejtësisë më të madhe historike. Dhe nëse nuk korrigjohet kjo, nuk është në pyetje jetët e 4 njerëzve. Është në pyetje shteti dhe një popull i tërë. Dhe kjo, po e them, po e përsëris, nuk janë pyetje jetët e 4 njerëzve, po është në pyetje interesi i një populli të tërë. Prandaj kur nuk muj me besu, as me imagjinu, se mund të bëhet një shkelje, një padrejtësi kaq e madhe. Jemi bindun se trupi gjykues do të korrigjoj, do të ndërpres këtë tendencë tepër negative, tepër të rrezikshme, jo vetëm për Kosovën, popullin e Kosovës. Po kjo do të jetë një shembull edhe për njerëzimin. Po,